Festimet për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës nisën që nga mëngjesi i së martës me ngritjen e flamurit shtetëror. Homazhet në Prishtinë në nderim të presidentit historik Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Damaçi dhe familjes Jashari në Prekaz. Kjo datë e rëndësishme për Kosovën vijoi me mbledhjen solemne të qeverisë, seancën e kuvendit dhe marshimin e forcave të sigurisë së Kosovës. Lufta e UÇK-s dhe gjykimi i padrejtë i ish komandantëve të saj në Hag zuri një vend të veçantë në fjalimet e zyrtarëve më të lartë të shtetit, ndërsa i pranishëm në aktivitete ishte edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Historia jonë mëtej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari. UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Çdo përpjekje për ta njollosur atë është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuza të montura në gjykatën ndërkombëtare. E vërteta nuk mund të tjetërsohet dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet. Çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembrojë të vërtetën e asaj kohe. Akuzat e prokurorisë speciale në Hag për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Barazimi mes krerëve të UÇK-s dhe një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Të nderuar praneshëm, Republika nuk lëshon pe kur është çështja e sovranitetit shtetëror, integritetit territorial dhe demokracisë popullore. 18 vite më parë, në orën 15:39 në një seancë të kuvendit, u bë shpallja e pavarësisë së Kosovës nga kryeministri i asaj kohe, Hashim Thaçi. Në seancën historike morën pjesë 109 nga 120 deputet, të cilët nënshkruan edhe deklaratën e pavarësisë së Kosovës.